të ikni nga ky vend, sepse nuk duroni dot, ju ka ardhur majtë hundës për arsye nga më të ndryshmet, dhe jo thjesht për arsye ekonomike. Urgjent në Kosovë, mos mendoni asnjë vend tjetër. Dhe atje s'ke nevojë as për pasaportë europiane, zero, me pasaportën tuaj. Fillojnë po humbur koha atëherë. Ledio Plas pa muzikë, ka shenë e ekran, ishte hyrje e gjatë që bëra sot, po e bëra me shumë qejf, se jam gëzuar që kam te Kledi sot këtu, përveç Sebastianit dhe Flogertit. Presim edhe Nezinit e na ju në linjë, Ledio kur ta kesh Nezirin na i fut në linjë sepse sonte me Nezirin ne nuk do rrim më shumë se 10-15 minuta, pastaj do rrim me miq këtu që të flasim, Nezirin do e kemi nesër në studio me Kismet. Albin Kurti jep dorëheqjen pra sepse Kosova e ka për me qëllim të titullin kështu sepse Kosova është vend normal. Kledi, ky është momenti jo duke pritur Nezirin. Ndërkohë, Ledi na ka shfaqur në ekran hartën e parlamentit për të kuptuar sa deputet i mbeten, kjo është e abdituar apo jo besoj. I mbeten Albinit për të bërë qeverinë, minimalisht. Mund ta fillojmë nga informacioni para se të bëjmë koment. Informacioni shkurtër, paktën praktik. Forma e qeverisjes së Kosovës, forma e qeverisjes parlamentare, demokraci konsensuale ose me bashkëdrejtim, që pak a shumë do të thotë këtë, që bazohet tek ndarja e pushtetit. Aty ku ai që e fiton pushtetin e sakrifikon më shumë në raport me minorancën që ka mund të ketë pushtet më pak, por që mund të marrë dhe më shumë se sa që takon. Praktikisht është një sistem që favorizon koalicionet, ose është i varur nga koalicionet. Është një sistem ku minorancat, pak minorancat etnike kanë ato që quhet pushtetin e vetos për çështje që i prekin minorancat, kështu që në një farë mënyrë edhe në qoftë se do duhet ndryshohet kushtetuta e Kosovës, është shumë e vështirë sepse minorancat e duan këtë lloj sistemi. Ndryshon komplet nga ky joni thuaj. Ndryshon, është një variant i qeverisjes parlamentare, ne kemi atë që quhet parlamentarizëm i racionalizuar, ku privilegjojmë më shumë stabilitetin e qeverisë, ndërkohë që në Kosovë privilegjohet më shumë ndarja e pushtetit. Pra në Kosovë, skena politike ndërtohet brenda parlamentit, pra parlamenti është institucioni më i rëndësishëm, ndërkohë që në Shqipëri, për shkak edhe të sistemit elektoral, që neve kemi, por edhe për mënyrën se janë ndërtuar raportet mes ekzekutivit e legislativit, institucioni më i rëndësishëm mbetet ekzekutivi. Sigurisht. Dhe kjo është pak a shumë... Mos i vetmi de facto. I vetmi de facto, në kushtet kur ti kontrollon majorancën parlamentare, kur je kryetar partie, kontrollon majorancën parlamentare, atëherë normalisht dhe pesha shkon drejt ekzekutivit. Kjo është pak a shumë skenë. Kjo është sqarim. Pra, mini editorial im që sapo bëra tani që Kosova është vend demokratik. Kosova të ri apo nuk të ri, Kledi? Ri në kuptimin e asaj që ajo çka kanë dashur të bëjnë ndërkombëtarët që kanë imponuar këtë lloj sistemi, funksionon për Kosovën. Tashti aty debati është i tillë, nëse ky lloj sistemi është bërë për favorizimin e minorancave. Pa Marko Zanat që Kosovë nuk flet njëri për vjedhje zgjedhjesh, ë? Kjo është pjesa tjetër e rëndësishme. Po në Kosovë nuk flet njëri për vjedhje zgjedhje sepse sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që duke pas qeveri koalicionesh dhe ku aktorët politikë sado të vegjël që janë të nevojshëm për sistemin këtë. Kjo është arsye që nuk ka vjedhje. Kjo është një nga arsyet, por është edhe pjesë e një lloj kulture demokratike që është trashëguar nga... Ka dhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Për shembull në Kosovë, interesi i klasës politike shqiptare ka qenë për ndërtu shtetin, pavarësisht se si është ndërtu, pavarësisht të këtyre defekteve. Pra, Kosovës është fal shteti, klasës politike është falur shteti, minorancave etnike është fal pushteti që ato kanë, dhe kjo ka qenë pazari, si thosh. Pazari i madh. Kosova nëpërmjet forcimit të këtyre institucioneve demokratike, parlamentarizme dhe tjerë, ka fitu shtetin. Ka fitu shtetësin, ndërkohë që minorancat kanë fitu pozitën. Dhe në rast se pritet ky lloj ekuilibri, atëherë gjithë sistemi në Kosovë bie. Ka qenë vullneti tyre, apo ka qenë vullneti ndërkombëtarëve? Natyrisht i vullneti tyre. Aspirata atyre ka qenë pavarësia, shtet formimi dhe njohja ndërkombëtare. Këto kanë qenë aspiratat madhore. Ne në Shqipëri kemi pas shtetin. Ne shtetin e kishim. Të fortë. Jo të fortë, por nuk vjesht në diskutim shtetësia e Shqipërisë. Sepse dashje pa dashje, Kosova është e varur akoma dhe sot e kësaj dite nga vullneti i ndërkombëtarëve që e kanë kriju. Atëre futemi direkt në temë. Kjo është e rëndësishme. Futemi direkt në temë, Kledi, që të pasaj të shpëndaj fjalë. Ajo që ka ndodhur sot në Kosovë faktikisht... Çka ka ndodhur sot në Kosovë realisht? Albin Kurti vazhdon të jetë kryeminist në detyrë, por i dorëhequr. Sepse bazohet mbi parimin që institucionet kanë vazhdimsi.
Institucionet kanë vazhdimsi, po të duash ta reduktosh. Siç është për shembull shorsi në Gjermani apo jo? Jo vetëm shorsi në Gjermani, po përmend rastin e Belgjikës që mbeti 2 vjet pa qeveri, ndërkohë që perl fare pa parë. Pra ideja dini gjë, ishte përsantash nuk dini gjë belgët. Ideja është që institucionet vazhdojnë. E kupton, belgët e shet s'dinin gjë fare. S'dim që thoshim pse nuk ka qeveri? Demokracia, një demokraci liberale bazohet shumë mbi procedurën. Pra zgjedhjet janë një farë mënyrë procedurë. Në fund të ditës çfarë bën ti kur zgjedh? Ti rinovon thjesht institucionin. Sigurisht. Dhe kjo është një esenca që garanton një farë mënyrë atë vijimsinë dhe stabilitetin politik. Pra ti linjat e mëdha ideologjike i ke, polarizimin e ke të kufizum, po flas për Kosovën. Administrata nuk ndryshon dhe atëre fusha e lojës ku partitë mund të luajnë është relativisht e vogël. Pra është lukë. Ndryshime kushtetuese është një farë mënyrë po ta shohësh. Pra ti do privilegjosh një farë demokracie konfliktuale ose militante, ku mund ta fusësh këtë tonën pavarësisht se nuk është e tillë, sepse ka yçkla të tjera dhe probleme të tjera, ose do privilegjosh vijimsi institucionale dhe një lojë e cila luhet me porta të vogla po të duam. Në një farë mënyrë kjo garanton një farë stabiliteti institucional. Po garanton stabiliteti institucional, pastaj gjërat e tjera vijojnë. Për shembull sot në Kosovë, tani këtu Kledi do iki pa nga ty vetë Sebastiani Veset Flogerdi. Sot Kosovë, si kanë reaguar mediat kosovare nga ky lloj, po themi, kjo lloj krize politike? Që për mua s'është krizë, është një proces i natyrshëm që paraprije proces tjetër. Deri diku janë të ndarë në 2 pjesë. I be ka fjalën, ka pasur inat, ka pasur gëzim që kur ti nuk arriti dot, që parlamenti s'u bë dot, konsulimet e tjera, po është kaluar si një gjë normale. Jo, ato që unë ndjek, përveç disa që janë portale që kanë një lloj agresiviteti, ato që unë më shumë të ndjek janë raportim në krejt normal. Raportim krejt normal, polarizimi nuk është kaq i madh sa tek ne. Janë të ndarë në 2 pjesë, ka fajin opozita apo e ka fajin majoranca. Opozita thot që Kurti thot nuk u dorëhoq nga kryeministër, Kurti thot jam dorëhequr, pra është një lloj teknikaliteti deri diku. Faji bie mbi opozitën sepse Komisioni Konstitutiv Mandateve është procedurë normale. Nuk është se ka ndonjë gjë të madhe. Faji bie mbi? Mbi opozitën. Pse? Po sepse opozita le t'i halinte do bëjë 6 Kurtit pastaj. Pastaj kjo është strategji. Kjo është strategji. Është strategji se çfarë zgjedhin ata. Por në këtë mes, do më thënë, opozita do t'a bëj këtë veprim. Se do t'a bëj pas 20... Por çan do t'i konkretisht që nuk konstitua parlamenti, pra? Thjesht nga që mungonin deputetët. Jo, deputetët shkuan. Jo, mungonin... Çan do teknikisht ta kuptojnë njerëzit politikin tani që konsumojnë politikë? Teknikisht bëhen zgjedhjet dhe merret mandatin KQZ. Ky mandat duhet certifikohet në parlament. Pse nuk është betohen. Sepse parlamenti vet konstituohet, vet certifikohet, nuk ka nevojë për një autoritet jashtëm, kjo është ideja. Çan ndodhi që nuk është certifikuar? Opozita thanë, ne thanë nuk e njohim, ne nuk vim te komisioni. Sepse Kurti nuk ka dhënë dorëheqjen nga... Kurti e dha dorëheqjen ndërkohë, nuk e di e kemi apo jo. Kjo është ekses, pjesë e aty që quhet obstruksion parlamentar, është një aspekt teknik, por që në fakt ty t'jep mundësinë si aktor politik që tregosh një farë peshe, po në fund të ditës është si të them unë ty, të shkojnë një dikush ke banesat sociale dhe të refuzoj Chelsea-n. Pra ti të kesh marrë banesën sociale, edhe mos japi Chelsea. Jo të mos ta marrësh ti. Mos e marr unë. Mos ta marrësh ti, sepse praktikisht parlamenti nuk funksionon mbi bazën, funksionon si një organ i tërë. Po pra. Ajo që ndryshon parlament është parimi majoritar, pra kush mund ta marrë vendimin me 50+1, kush humb ose kush fiton. Po në fakt parlamenti funksionon si një i tërë. Tani një sekond, opozita çfarë interesi ka? Këtu do i Flogerti. Interesi Po pra, është thjesht një rrethanor kohe. Ale dio. E kemi zotin Kraki. Erdha. Ja sa ndërmoroj Sebastiani. E gjitha është për një rrethanor. Më herët në kushtetut në 26 ka një më herët kryeministri dhe kabineti japin dorëheqjen. Tani më herët është 1 orë përpara apo është 1 javë përpara, është 2 orë përpara apo 1 muaj përpara, ky është gjithë debati. Kjo është detaj. Po japin dorëheqjen. Po pra, po e jep 1 orë përpara apo 6 muaj përpara. Japin dorëheqjen. Po pra, e ka dhënë dorëheqjen, letrën e ke që është dhënë dorëheqja. Po vazhdon kryeministri në detyrë. Ata bëjnë sqarim teknik. Jo, po duhet jetë pra kryeministri. Po nesër, sepse nesër unë janë nisa çanit, po nuk ka rëndësi dalin ekran. Nesër ka mbledhje qeverie. Do ketë gjithmonë mbledhje qeverie. Po pra, me kryeministrin Albin Kurti në orën 10. Nuk derisa konstituohet qeveria e re, nuk kanë gjë gjë. Mundem pa para se fjalën ty sepse po pret edhe në ziri tani në linjë. Para se të ja fjalën Floger, sepse më erdhi informacioni tani, i updateuar.
Sot 15 prill ishte seanca e parë e Parlamentit të Ri në Kosovë. Media raportoi që Kurti ka dhënë dorëheqjen, më pas dështon votimi i verifikimit të mandateve në kuvend sepse opozita pretendon se Kurti nuk e kishte depozituar në sekretariat. Pra, kupton me çfarë merren. PDK, LDK, AAK, pra 3 partitë që janë kundër Kurtit, që nuk pranuan të bënin marrëveshje, nuk votuan raportin për verifikimin e mandateve. Është dokumenti nga KQZ. LVV, pra partia e Kurtit, vendosja ishte e gatshme ta votonte. Opozita nuk e votoi pasi neni 70 i Kushtetutës Kosovës nuk lejoi që kryeministri, ministrat apo presidenti ose presidentja të jetë njëkohësisht dhe deputeti i kuvendit të Kosovës. Edhe kryetarët e bashkive me qëra fjala. Po pra, kjo bëri që të mos shkohet në votim në parlament për të zgjedhur kryetar kuvendi. Po. Fikse eksakt që po them unë. Mundem ta shtoj me një fjali që ta plotësoj? Po, plotësohet pas e të futim në zirë. Në vitin 2022, Albin Kurti ka miratuar një ligj. Po. Opozita ka qenë kundër atëherë. Albini propozoi dhe miratoi që çdo kryetar bashkie, ministër apo president nuk mund të mbajë njëkohësisht edhe kryetarin e bashkisë apo të komunës, si i thon ata, edhe deputetin dhe anasjellta ministër, deputet e kështu me radhë. Dhe kemi një rast për shembull që kandidati për kryeministër i LDK-s apo PDK-s nuk më vjen fiks, ishte edhe kryetar komune, la mandatin e deputetit dhe vazhdoi si kryetar komune. Ndërkohë që në rastin e zotit Kurti, zëvendës kryeministri për shembull, Bislimi, nuk është deputet dhe mund të vazhdojnë në kabinet. Edhe tjerë që janë brenda aty, nuk janë deputet dhe mund të vazhdojnë në kabinet. Albin Kurti do të ndajë, do mbajë mandatin e deputetit apo do jetë kryeminist. Ka votuar vetë. Tani, fakti që zotria kur çon shkresën atje, thot japim dorëheqjen, por jemi në detyrë, domethënë nesër shkon prapë te puna si kryeministër. Po derisa të bëhet qeveri. Merr prapë rrogën. Jo, e merr zëvendës kryeministri. Ajo pjesë e kabinetit që nuk janë në listat për deputet dhe nuk kanë fituar si deputet, vazhdojnë jetën e tyre në qeveri pa pikë problemi. Këta tjerë, o njëra o tjetra, e ka miratuar vetë Albini. Tani, ai që e ka miratuar sot nuk po e zbaton. Thot hajde të konstituohemi. Dhe për këtë po e akuzon opozita. Eksakt. Ja të dëgjojmë tani një deputet të Albin Kurtit, që e falenderoj shumë. Ledio, më lidh lutem me Skype jemi? Ja ku është, po. Atere, mi mbrëma Nezir Kraki. Nezir, po, është ja parë që flasim. Të falenderoj shumë që pranove. Unë e lajmërova në fillim të emisioni që ti me shumë gjasa, me 90% do jesh nesër këtu, në studio. Po. Me kismet, si shtoni ju andej, me kismet. Me kismet, veç nëse në thirin prapë në seancë gjatë natës. Normalisht nuk do ketë seancë. Kështu që duhet ta rikonfirmojmë nesër prapë. Seanca nëse bëhet seancë, do bëhet... Nezir, unë sonte nuk po marr kohë të të prezentoj se kush je, sepse nëse vjen nesër do bëjmë një... Nga do kemi më shumë kohë të them që je pedagog i shkencave politike në Paris, në çfarë universiteti je atje, Nezir? Ku je mësim? Ato që është ma herët Paris 12, Kretej, që është në Kretej. Tash është bo... Në Parisi 12, po. Bo Institut d'études politiques. IEP de Fontainebleau. Bravo, në Fontainebleau, po. Në jugs Parisit. Po. E kështu, unë ju dëgjova me vëmendje nga fundi tash. Tani, je dakord me këtë që tha Flogert Muçat, zotria i sa po foli tani? Jo, zotria i fundit, jo, s'jam dakord. Jo, s'jam dakord as pak. Ma thuaj pse? Veç një dy sqarime, që ta rikontekstualizojnë pak i gjënë. Është hera e para, Kushtetuta e Kosovës thot i ka disa raste ku kryet mandatin i qeverie. Dhe njëri nga ato rastet është kur mandati shkon në fund të 4 vjeçarit normal. Konsumohet mandati 4 vjeçar. Dhe është hera e parë, nga lufta deri tash, nga pavarësia deri tash sidomos, është hera e parë që një qeveri në Kosovë e nis dhe kryen mandatin të plot, po. Dhe është hera e parë, është hera e parë që prandaj edhe kryeministri Kurti, kur ka thënë me 23 mars, në momentin e certifikimit të rezultateve, i është referu atij Neni, duke thënë se pushon me automatizëm fakt, qeveria është kalon nga stadi normal në fazën e dorëhequr apo në detyrë. Është kështu
përfundim i nënkuptueshëm. Do thotë nuk ka as nevojë që të risqarohet diçka që është e qartë juridikisht. Kështu e ka kuptuar në fakt kryeministri Kurti, kështu e kemi kuptuar ne. Kështu e kuptoi shumica e njerëzve sot. Tani megjithatë, sot isha aty prezent në seancë dhe para fillimit të seancës, kryeministri Kurti dhe gjithë anëtarët e qeverisë që ishin që janë zgjedhur deputet, i dërguan ato letrat, u dërgu letra dhe u bë ajo që pritej para fillimit të seancës. Tash opozita, disa partitë nga opozita thanë se për shembull PDK mendon sikur zotreu aty se duhet përveç dorëheqjes duhet të dorëzohen qelsat e shtetit, duhet të dorëzohet qelsi i zyres, duhet të lihet shteti pa zot shtëpi, ministrit pa menaxher. Nuk funksionon ashtu në vendet normale, as Franca, as askund, as në firma private në fakt. Unë nesër në firmë private jap dorëheqje, nuk mund të zhduke me njëherë. Unë kam le préavis që i thonë francezët, 1 muaj apo 2 muaj, 2-3 aty, se s'ka kuptim me u zhduk. Kështu që duhet të ketë vazhdimsi jetë normale të shtetit. Dhe nuk qëndron ai argumenti se i dorëhequri, shikoni, ish kryetari i gjykatës kushtetuese këtu në Kosovë, pak më herët sot e ka sqaruar se Albin Kurti mund betohet si deputet, por vazhdon të jetë kryeministër në detyrë me kufizimet që janë parapa me ligjin mbi qeverinë në 31. Dhe ato kufizimeve që janë duke u zbatu prej datës 23 mars. Do thotë qeveria e Albin Kurtit veç është fut në fazën asaj që quhet qeveri në detyrë, me përgjegjësi, kompetencat kufizume, dhe cilat për shembull nuk mundet të emëroj, nuk mund të propozoj ligje, nuk mund të emëroj në postet larta publike, nuk mund të merret me marrëveshje ndërkombëtare, gjëra të tilla. Ajo veç është duke respektu këtë cikël tash. Dhe në atë fazë jemi. Tash opozita sot mendoj se Albin Kurti në fakt nuk ka dhënë dorëheqje dhe duhet ta zyrtarizojnë me fjalin ndryshe, me fjalë ndryshe, me leksik ndryshe, me anket, me headline, letër ndryshe. Këto janë bishtëzime që në fakt unë për vete, unë jam i ri aty në kuvend, po edhe ata që i kanë me 5-6 mandate u habitën sot. Askush s'ka prit që ndodhe ajo që ndodhe, që ata të refuzojnë nisjen e konstituimit, nisjen e procedurës, e cila në fakt do mund të ishte e favorshme për ta, sepse do niste afatet, me ato nisin afatet rrjedhin. A kuptoni? Dhe ata e blokuan këtë nisje. Tash ka nevojë me siguri për një interpretim, për një ndihmë që do i kërkohet zyrës së presidentës dhe ajo pastaj presidenti i Kosovës, zonja Osmani, mund t'i kërkojë sqarim shtesë gjykatës kushtetuese që ligji mbi qeverinë i 2022-shit, në 26, po aty shkon deri te 31 në fakt. Në 26 thotë se në antari i qeverisë që merr mandat deputeti duhet të dorëhiqet. Por kushtetuta pastaj sqaron ato që qeveria terminohet, përfundohet mandati automatikisht. Në disa raste, njëri nga ta është kur shkon në 4 vjeçaren, përfundohet. Dhe kur i përfundon kuvendit mandati, kuvendi e ka prodhu qeverinë, e ka votu. Kur i kryet mandati institucionit që e ka legjitimu qeverinë, automatikisht edhe qeveria bie. Kështu funksionon edhe në Francë fakt. Qeveria e dorëhequr rrin aty ku është, deri kur vinë të tjerë dhe dorëzohet ministria, dorëzohet kryeministria. Nuk ka këtu diçka shumë komplekse. Nezir, e kuptuam që mos futemi më thellë në gjëra teknike, sepse edhe njerëzit që na dëgjojnë në shtëpi nuk është se intereson shumë kjo pjesë. Njerëzit, ajo që intereson është kjo. Dakord, sot kemi një krizë atje, nuk u formua parlamenti, sepse opozita nuk pranoi. Është një ngërç, po. Është një ngërç. Tani ç'an ndodh nga nesër e tutje? Nga nesër, tash, konkretisht, seanca që u nis sot, duhet ose do konstatohet, do konsiderohet se në fakt s'ka ndodhur asgjë sot dhe do niset nga e para. Do konsiderohet nul, domethënë? Prap. Po nul, ose konsiderohet se ka nis dhe pastaj pas 48 orëve që i bie të njëjtën, ne shkojmë prap në kuvend dhe tentohet Po në qëse prap opozita bë të hera parë që ka ndodhur. Por në qëse opozita bë prap të një gjë se nuk ka precedent, thot Neziri pra.
Atëherë nuk ka precedent, është hera parë. Atëherë nëse opozita prap vepron njësoj, atëherë duhet ka absolutisht nevojë për sqarim juridik kushtetues. Pra, të përputhshmërisë së ligjit. Dhe presidentja është në diskrecionin e saj pastaj, ajo mund të konsiderojë se u refuzuar mandatet dhe të shpallë zgjedhje të reja. Më fal, nuk është gjykata kushtetuese që e vendos së fundi, kalon nga presidentja patjetër? Jo, presidentja e ka thirrë seancën. Do të thotë është që në seanca që nisi sot, jo e kuptova këtë gjë. Në porosinë apo përgjegjësinë e presidentit, ajo e thirrë seancën. Normal, edhe në Shqipëri kështu. Dhe seanca nuk u kry. Pastaj ti drejtohesh institucionit që ka kërkuar seancën. Atëherë kujt i drejtohet tani në këtë rast? Nuk po bëhet. Po në këtë rast, nëse prap vazhdon ky obstruksion pra, opozita thotë jo. Pra dështon prap dhe të njëjtën. Pastaj dështon prap dhe të kur i bie të martën tjetër, sa herë mblidheni ju atje? 2 herë në javë. Çdo 48 orë. Çdo 48 orë, pra i bie 3 herë. Pra çdo 48 orë. Bukur. Nëse dështon, pra ka disa herë dështime, çfarë parashikon kushtetuta juaj? Ka parashikon. Jo, atëherë opsionet, atëherë zgjedhje të reja atëherë. Po pra, po, pas sa kohësh që ta dim dhe ne kemi një agenda, kemi një kalendar. Nuk ka afat. A, nuk ka afat? Qani nuk ka afat. Po fantastik. Nuk ka afat. Po kjo është e papa. Atëherë tani nuk ka afat. Erdhëm Ledio, një sekond, Nezir, mos u mërzit, do të mbaj dhe pak fare. Unë kam një pyetje, pastaj do t'i lë miqtë e miq kam në studion, nëse ka një pyetje për ty të ta bëjnë, se ne do takohemi me Kismet nesër bashkë. Pyetja ime është kjo. Një pyetje që mund të bëhet vetëm duke jetuar në Shqipëri, se për shembull po të jetoja në Kosovë, s'do ta bëja kurrë të pyetje, s'do mbiten në mend. Ose në Francë, marrin Kosovën se nuk ose kanë ndryshim të madh në këtë drejtim. Pyetja ime është kjo. Si ka mundësi Nezir për të shmangur gjithë këto gjëra? Çfarë i kushton Dreqit, çfarë i kushton Albin Kurtit të blej 2-3 deputet? Kjo vërtet është pyetje nga Shqipëria. Shqiptarët që po na dëgjojnë tani, dhe kur them shqiptarët, këta të qeverisë qeshin me lote, kupton këta thonë re. Ore këta janë çmendur kosovarët, domethënë që duhet lodhen kaq shumë. Sepse këtu nuk diskutohet fare kjo gjë, dhe jo vetëm kjo qeveri, të gjitha qeverisë së bashku, që ka 30 vjet që ndodhet një gjë, dhe në kohën e doktorit është bërë kjo punë, dhe në kohën e Nanos, nuk e di ky Ramzi ka pas nevojë më, jo ky s'ka pas nevojë, i ka pas vetë gjitha. Ky ka pas në fillim, Ramzi se kemi provuar. Ka para ble. Na i ka po. Ai ka me para blerë Ramzi, është brillant po. Nëse ata të tjerë të paktën janë detyruar të blejnë ndonjë gjë. Atje Kurtis nuk i shkon fare në mendje kjo gjë, se ai njeri është. Jo. Nezir. Ndoshta ka opozitë që shitet atje. Bravo, se këtë pyetje do e bëja. Po, shikoni, institucionet e Kosovës. Pyetja më kompletoi Flogerti, Nezir, më thanë do. Pra, përveç se Kurtit nuk i shkon në mendje, ndoshta opozitës opozita nuk pranon të shitet. Ose të blihet. Ç'është e vërteta duhet pranojmë se edhe duhet në formë të krenohemi me faktin se Kosova, demokracia në Kosovë megjithatë është konsoliduar relativisht mirë. Zgjedhjet në Kosovë bëhen në mënyrë korrekte, pranojnë rezultatet, nuk kemi halle siç i keni ju fatkeqësisht ende në Shqipëri për shembull. Dhe jeta politike ka funksionuar pak a shumë normalisht. Kjo që ndodhi sot është në fakt vaki dhe habi për shumë prej nesh, sepse nuk pritej një bllokim i tillë totalisht procedurial dhe i panevojshëm. Dhe sa i përket transferimit të njerëzve nga një parti në tjetrën, mund ketë individ që cilët nuk pajtohen për shembull me çastin që ka sot LDK-ja për shembull. LDK-ja që është centralizuar rreth kryetarit të saj, i cili ka qëndrim që mund të mos i përshtatet shumë deputetëve të tij në fakt, sepse mund të konsiderohet si qëndrim pak kamikaz politik. Qartë. Po, dhe mund të ketë njerëz që dalin, rreshtohen këndej apo diku tjetër. Por kështu blerje klasike apo tregti të vrazhë dhe brutale, siç mund ndodh apo siç ka ndodhur vite më herët në Shqipëri, nuk është se ka pas në Kosovë. Ka pas lëvizje, po jo në atë kuptimin e Astash nuk pret, nëse ka një që lëvizin, do lëvizin për bindje. E kuptova, dhe ti që je pedagog i shkencave politike në Paris 12, atje në Kretej, në Kretej më them duket apo jo? Po. Në Kretej, po. Ti, çfarë parashikon Nezir, duke qenë se je vetë njeri i këtij profesioni, ti parashikon që Shqipëria një ditë mund të bëhet si Kosova, apo që Kosova një ditë mund të bëhet si Shqipëria?
Kosova ka shumë pak gjasa që të bëhet se Shqipëria në këto aspekte dhe shumë mirë është kjo. Sigurisht. Dhe unë fatkeqësisht jam shumë i zgënjur që Shqipëria nuk arriti ende t'i ka përcej disa etapa që ta marrë një fizionomi politike që të bëhet politikisht e frekuentueshme dhe e prezentueshme. Edhe serioze. Dhe serioze, që të shihet seriozisht. Ka shumë aspekte pozitive Shqipëria, por funksionimi normal e demokratik institucioneve atje lën për dëshiruar dhe kjo është goxha një farë tragjedie. Ndoshta sepse Shqipëria ka kaluar nga një situatë totalisht anormale, komunizmit, në një situatë sikur Greqia në aspekte tjera ku kaloi nga ruraliteti në ekonomitë shërbimeve pa u industrializuar. Ndoshta jo tek drejtësia. E drejtësia ne nuk e kemi atë problemin, po nuk është disa aspekt, drejtësia është thelbi i shtetit. Ne kemi kryeministër në detyrë që nuk shkon te prokuroria, nuk njeh drejtësinë. E ke fjalën për kë kryeministër? Për Kurtin, për kryeministrin e zotrisë. Po pse Ramsi para të ditësh nuk tha as mos guzoni të vini të merrni celularin. Ore, më fal, ai yni. Ky ajo para dhënie. Ai kryeministri yni i drejtësisë Altin Dumani nuk po pyet për askënd. Ndërkohë që kemi një Albin Kurti që nuk e njeh drejtësinë, është një lloj si doktori këtu, pothuajse. Jo, është e pasakt kjo. Deklaratat e Kurtit nuk e di ç'ju thot në mbledhje të mbyllura. Deklaratat publike janë shumë tash prandaj prokurorisë. Jo, ka thënë Kurti në fakt në intervistë ka thënë që unë nuk shkoj atje, po duan të vinë ata te unë. Është prokurori politike etj me radhë. Po, ai ka thënë se ka pas praktika dhe më herë. Ne kemi debat nesër me marr një dëshmi, mund të shkohet aty ta marrë një dëshmi, se si dëshmitar, po. Ka disa raste ku prokuroria në Kosovë e ka showbizuar atë punën e marrjeve në pyetje dhe e ka nuk është people fakt. Nezir dëgjoj, nuk dua të mbaj shumë sepse nesër do jesh prapë këtu. Unë tani do bëj një pauzë vogël fare, mos më ik. Jo, mos më ik se mund të ketë ndonjë pyetje për të bërë. A keni pyetje për Nezirin? Po do të bëj një pauzë tani se kam detyrim. Dakor. Le të jo kemi detyrim tani, ha? Jo, se unë nuk e them me shaka, do të them seriozisht, unë besoj vërtet. E di pse e them Nezir, e di pse e them. Me qira fjala, faleminderit se ma thënë që kujto. E them për arsye fane bazike unë. Për shumë, këtu vazhdojnë të thonë njerëzit që ka ujë dhe drita, këtu s'ka ujë dhe drita, ka shumë mungesa në ujë dhe drita. Në Kosovë, unë sa herë kam qenë dhe shkoj, s'ka ndonë ndonjëherë dhe në shtëpitë e Kosovarëve dhe ku kam qenë, të miki ujë dhe dritat, asnjëherë. Sepse drita ju japim ne kur nuk kanë, prandaj nuk kanë ndodhur. Mua nuk intereson fare kush ja jep vëlla. Mua intereson që si e menaxhojnë, kaq është puna. Nuk shpërdorojnë. Bravo, mora ujë dhe dritat, po ka shumë gjëra tjera që atje funksionojnë dhe këtu jo. Kështu që jeni gjithë mirë se ardhën. Është mirë që... Pra, Neziri po nafton, hajde të gjithë. E bukur shumë, hajde popullojnë Kosovën. Lehtësive, falë dhe lehtësive që janë kriju të komunikimit dhe qarkullimit edhe të rrugës kombit, që është të vërteta. Ka ndodhur një farë bashkimi de facto kombëtar në aspektet societale, edhe në muzikë, në letërsi, në aspekt media dhe plot, kështu që jemi bashku një farë mënyrë, me ose pa vullnetin tonë, dhe normalisht nëse mundësi ka më shumë këndej, jeni të mirë se ardhën, ka dhe Kosovar, shqiptarë të Kosovës që vinë atje me u realizu personalisht ose profesionalisht. Dhe këto duhet konsiderohen si normale, lëvizjet normale, se si që ka thënë edhe Aleksi de Tocqueville, atë dhe e të bëhet vendi në cilin dihesh mirë dhe realizohesh. Kështu që nëse jeni më mirë këndej, jeni të mirë se ardhën, unë nëse një ditë ndije më mirë, ne të Kosovës jemi rritë me atë idenë se ne një ditë do shkojmë gjithë në Shqipëri, ose do bashkojmë me Shqipërinë. Por më duket se shoku i vonesa që po krijohen, me gjithse disa miq që më morën për të keq një ditë kur thash se ndoshta nëse ju rrini kështu, do vi dita kur Shqipëria do bashkohet me Kosovën. Fiks. Se kjo Kosova me u bashku me Shqipërinë nuk do duket më shumë interesante. Po Shqipëria me u bashku me Kosovën ndoshta do ketë më sens. Megjithatë, jemi me fat që po çarkullojmë dhe me kryeqytet Prishtinën. Unë e kam vend larg apo. Por kjo ndjes, por kjo po ju thras profesor, sepse është titulli më i lartë. Jo, po është titull më i lartë se sa deputet. Po sigurisht. Kjo nuk do të thotë ndoshta unë nuk e kuptova si kur ti po thua që
je pro tezës kombit kosovar. Pra ti vazhdon të jesh tezës që ne jemi një komb, besoj. Sa më sa zdire. Po shikoni, kjo tema e kombit se e kam analizuar, studiuar, prezantuar dhe U them që gjuna që po e Ajo është për nesër. Kjo është për nesër. Nezir, të lutem, Kjo është për nesër mund të hapim këtë temë shumë knaqësi. Rim te Kurti, pyetje për Neziri me që është deputeti. Po ti bëj pyetje? A se kishe pyetje këtë? Jo, këtë e kisha më shumë batut për po u futëm në të. Jo, pyetja është shkurt. Me që Albin Kurti nuk vuan për pushtet dhe ligji ja lejon, pse Albin Kurti nuk dorëhiqet si çdo opozita dhe të ketë një kryeministër të kësaj qeverisë tranzitore dhe të konstituohet parlamenti? Funksionon. Jo, prit pyetje është prap. Po sipas Albin Kurtit, dhe do të sipas neve tash, listës që kemi fituar dhe qeverisë aktuale, dorëheqja ka ndodhur de facto dhe tash sot edhe de jure. Do thotë është konsumuesi akt. Tash ata ka hapësirë për interpretim, a është mënyra e duhur, është adresa e duhur, se është risi, edhe mandati i plot 4 vjeçar është risi, është hera e parë, edhe ky verifikimi përmes një komisioni aty që krijohet, edhe kjo është risi. S'ka ndodhur më herë. Do thotë janë disa gjëra që janë ndoshta kanë të pa precedenta, pra mungesa e precedentit mbjell krizë. Jo, s'është mungesa e precedentit. Kjo duhet ka nuk është krizë, kështu po. Pasi po është vetëm një moment që do kalohet. S'mund parashikohet gjithçka nga legjislacioni dhe mund të gjendet një sistem para këtyre. Letërim të qasje politike, të qasje teknike nuk është se më thonë gjë mua, as publikut. A ke ndonjë gjë thjesht për ti? Jo, desha ta pyes Nezirin me çka ka ndodhur sot. Në një farë mënyre, ai lloj se thosh refuzimi apo mosmarrja pjesë e një pjesë të madhe të komponentëve politik brenda parlamentit. Në një farë mënyrë, a na çon kjo drejt një lloj maxorance? Pra, a ishin sot ata që nuk votuan për konstituimin e parlamentit, a mund të përbëjnë nesër në një maxorancë? Ata vetë pa Albin? Jo, ata vetë, pra sot vota e sot me kundër konstituimin, pra a mundet që nesër e thon Troç, a ka gjasa që të krijohet një qeveri që mund të mos ketë brenda vetëvendosje? E opozitës. E opozitës po ta duam. Po. Jo, ata sot ishin 46 që votuan kundër dhe serbët, lista serbe abstenoj, 11 abstenime, do thot 9 nga lista serbe dhe 2 nga bosnjakët, minoriteti jo serb. Ishin abstenime. Nuk u pa potenciali i opozitës tashme për me ju mbi vendos fituesit që është i qartë, edhe i cili edhe në frymën e legjitimitetit, burimit legitimitetit, do të ishte një fardhunimi brutal i krejt asaj sensit garës dhe arsyes se ekzistojnë garat, që i pari që zgjas medaljen dytit dhe të thot hajt vazhdo ti. Se atër pse bojnë garat, dhe i pari distancën e ka me dytin 22 pikë. Kështu që nuk është aty, është stratosferike distanca. Është diferencë madhe. Prandaj dhe ideja që opozita matematikisht është më shumë se ne, nuk ka sens, se në fakt atëherë pse bën garat matematikisht mund të jetë edhe i dyti i treti në garat e formulës ne më mirë se i pari, por ai pari gara është bo me gjetë parin, jo me gjetë tretin. Është i qartë mesazhi i Nezir. Nezir, falenderoj jashmase. Unë mendoj që nesër ne do jemi në studio, ku sigurisht do të kalojmë këtë debatin që bëm sot, me sigurisht do flasim për gjëra të tjera që kanë lidhje me Kosovën, me të ardhmen e Kosovës, me rajonin, me shumë kënaqësi, me këto frikrat e luftrave ballkanike që janë kështu në sfond, por që janë më shumë si makte kontekstin gjeopolitik aktual që është i lëvizshëm. Po pra, kështu që ne do flasim nesër për gjëra të tjera, pra do të kalojmë për këtë pjesë. Falenderoj shumë Nezir dhe të presë esër me shumë dëshirë. Faleminderit shumë, të fala shihemi nesër. Faleminderit, natën. Ishim pra me Nezir Kraki, zonja Zotrin, pedagog i shkenca politike në Paris prej shumë vitesh tashmë, ne do ta pyes pak më shumë fakt detajet e jetës së tij sepse më intereson.
ndërkohë që mbetemi në studio me 3 miqtë e mi, 2 miqtë e mi të vjetë dhe 1 mik i ri që sapo ka arsonte, që quhet Klejt Këlliçi, pedagog i shkenca politike këtu në Tiranë, Sebastian Zonjën dhe Flogert Mushën, që ju njihni tashmë, dhe dua le dio të kalojmë pa humbur kohë, ndërkohë që do rikthehemi te Kosova si thash ditët në vijim për të parë se si do vej puna atje, pa do arrit dot kurti të gjithë deputetët për qeverinë apo do kalohet të zgjedhjet e reja. Interesante është shumë ai rebus atje. Le të kalojmë pa humbur kohë